Përshëndetje dashur teleshikues, jam unë Tedi Mene nga Albanian Community TV në sallën e The Palazzo Grande për festën e flamurit për fëmijë me organizator shoqatën Jona e Malësisë. Personalisht do ta cilësoj si vetëm event konstruktiv për këtë festë, për arsye se kjo festë protagonizon rinin dhe fëmijët, duke e lidhur vlerat tona kombëtare me të ardhmen. Le të shohim se sa bukur do të shkojë ky event nga Tedi Mene, ACTV USA. Brama e mirë se keni ardhur. Sot po festojmë festën e flamurit për fëmijë. Këtë festë e bukur kombëtare që na bashkon të gjithëve. Na jemi shumë krenar që jemi shqiptar, edhe pse kena lejë në Amerikë. Origjin tonë kur se harrojmë. Ju ftoj me ju qunë në kam për me ndërrua hymnet tona kombëtare. For the
Mysafirë të nderuar, unë ftoj Agrande Divanaj në skenë. Të nderuar prindër, të dashur fëmijë dhe të rinj, në këtë 28 nëntor të shenjtë, ne përulemi me respekt të thellë para figurave themelore të kombit tonë, të heronjve që me sakrificën sublime, me integritet të palëkundur, dhe me vizion shtet formues ngritën themelet e identitetit dhe sovranitetit shqiptar. Sot, përballë kësaj trashëgimie të pamat historike, qëndroni ju, rinia shqiptare, e pajisur me vlera që baraspeshojnë dhe vazhdojnë misionin e tyre. Kompetencë intelektuale, kreativitet inovativ, etik qytetare, përgjegjësi sociale, vrull zhvillimor, shpirt kritik dhe kapacitet transformues. Këto janë shtyllat mbi të cilet ndërtohet e armja e një kombi të përparuar dhe dinitos. Vizioni i heronjve kërkon jo vetëm nderim, por vazhdimsi të ndershëm. Dhe këtë vazhdimsi e mishëroni ju, trashëgimtar e kulturës sonë, mijëvjeçare dhe arkitektët e zhvillimit modern shqiptar. Gëzuar 28 nëntorin, lavdin e përjeshme të heronjve, rnoft rinia që nderon të shkuarën duke ndërtuar me dije, vlera dhe integritet të armën e Shqipërisë. Zonja dhe zotërinj, dëshiroj që të falenderoj përzemërsisht të gjithë anëtarët e organizatës Jehona e Mërësisë, që me një punë të palodhur punojnë ditë e natë që të arrijnë deri tek sukseset që po e shihni edhe juve sot këtu. Por specifikisht dëshiroj të falenderoj dy persona të anëtarëve që janë anëtarë të organizatës Jehona e Mërësisë, Agron Martinin dhe Nikolën Gojçaj, të cilët vite me radhë përpiqen që ky event të jetë ashtu sikurse edhe po shihni ju sot. Agron Strena është ju. Faleminderit. Të nderuar bashkëdhëtar, mirëmbrëma, do t'i them vetëm 2-3 fjalë në gjuhën angleze. Today we celebrate a very special moment in our history, the day Albania stood proudly and declared its independence. Even though many of us live far from our homeland, our hearts are always connected to our flag, our language, and our traditions. I'm especially proud to be here with all of you, our kids, our families, our community. You are the future of our culture. Every time you speak Albanian, you dance our traditional dances, learn our stories, or simply show respect and kindness, you keep our spirit alive. Our community has worked hard to build opportunities, support each other, and create a strong foundation for the next generation. And seeing all of you here today gives me so much hope. You are smart, talented, and all very special kids. You will take the best of Albanian tradition and the best of being here in America and build an even brighter future. Let's celebrate our independence, our culture, and the incredible future that all of you represent. Gëzuar ditën e pavarësisë. And I would just like to take a moment really quick to thank all of the event sponsors for tonight's evening. Fran Martini Berishaj, Zef Martini Berishaj, Marash Kola Bojaj, Peti Camaj, Agron and Silvia Dedivonaj, Gjergj Zefi Dedivonaj, Mark Dedivonaj, Artan and Verash Gjelaj, John Gjolaj, Nicole and Albina Gojçaj, Tony and Angie Gojçaj, Robert Kola Lërgjuraj, Tom and Marina Lërgjuraj, Joka and Christina Nikolaj, Gianni,
Gjuk Berkaj, John Doda Sinishtai, Simon and Vicky Sinishtai, Wilson and Leonora Sinishtai, Steve and Ariana Vucinai, Orange Star Waste Management, Opus Home Loans, Daniel Stefani Palushai, and David Prada-Dvukai. Without their generosity, they made it a lot easier to have this event tonight. And one last thing really quick, here we have Adriana in the corner selling jubleta and chakshir, and we have a balloon animal. Then we have the photo booth, arcade games. You have Shresa here with Bukuria. Then you have ice cream, and then you have Tanya and her wonderful helpers with the face painting. Everybody have a good night. Thank you again. Sot kena pregatit një program artistik me artistët tonë të vegjël. Fillojmë me vallën e rrugoves për grupi Gjergj Kastriutit.
Ship, ship, ship kanoj për ty në Shqipëri. Ship, ship, ship vazhoj për ty në Marsi. Ship, ship, ship kanoj për ty në Shqipëri. Bravo! Vazhdojmë me vallën e shotës që kanë me kërcëmit të vegjël të grupi Gjergj Kastrioti. Albana Goqa me këngën e saj. Si
shari, për flamurin tim, flaktorin e bona, zamër të shim, so si nan Tereza. Si për këtë flamur, që malani pari, luftun e jam luft, si adem ja shari, për flamurin tim, flaktorin e bona, kam zamër në shpirë, o si nan Tereza. Dhe unë ftoj Valon Xholaj me këngën e tij.
artistik. Shpresojmë se jeni datë të kënaqshëm me ne. Gëzuar ditën e pavarësisë. Hey everyone, I'm sorry, one last thing. In a few minutes, Luigi, the hall manager, and a couple other employees are going to be notifying each table. There's going to be the buffet lines in the back wall over there, and there's one back here. And for all the little kids, we do have some special guests that are here. They're going to be inside in about 2 minutes, so if you guys want to do a little meet and greet, take some pictures with them, you'll see them walking around.
Atëherë u bë eventi më i bukur për fëmijët shqiptarë në komunitetin tonë të Michiganit. Ndaj ju takon të thoni 2 fjalë ose një mesazh për rinin shqiptare, jo vetëm në Amerikë, por mbas edhe në mbar diasporën shqiptare në çdo vend botës. Shpari t'ju falenderoj që keni ardhur merrni pjesë përmes kamerës juaj, i merrni të gjithë fëmijët dhe buzëqeshin e tyre që ka qenë sot në këtë event. Por mesazh për të rit, sigur se ky mesazh është i përgjithshëm për gjithë rit, pa marrë parasysh këtu në diaspora apo diku tjetër, po në diaspora është nevoja më e madhe që të jetë që të investojmë tek të rit, të investojmë tek gjeneratat e reja për arsye se e armja e diasporës, e armja e kombit shqiptar është rinia dhe aty duhet të qëndrojë çdo gjë. Prandaj në diasporë kudo, këtu në Amerikë, në Evropë apo në Australi, diaspora duhet që të investoj në mënyrë maksimale tek të rit dhe tek të fëmijët dhe të rinja. Falenderoj shumë për mesazhin konstruktiv që dhe sidomos më shumë nga të gjitha flasin dhe veprat e këtij eventi madhështor. Ju falenderoj shumë për punën që bëni. Kjo është gjëja më e mrekullueshme që mund të bëhet, duke investuar tek rinia dhe duke çuar përpara vlerat tona kombëtare drejtësardhmes. Edhe një herë, me fal, unë do falenderoj në fakt se këto eventa, këto punë bëhen me ndihmën e të gjithë së bashku. Prandaj unë jam burrëm dhe jam shumë krenar me një numër jashtëzakonisht konsiderueshëm të bordit që jemi prej 27 personave, të cilët secili e bën atë punën dhe obligimet e veta, prandaj suksesi shifet për atë kemi sukses jo vetëm me këtë event, por çdo event që organizojmë apo çdo projekt që e bëjmë. Për arsye se unë çdo herë e përdori atë shembullin që nëse të gjithë punojmë së bashku, nëse të gjithë jemi të ndërsuam, nuk ka asnjë gjë që na del përpara që nuk mund ta fitojmë apo nuk mund t'i dalim mban. Prandaj unë sinqerisht falenderoj të gjithë anëtarët e bordit shoqatës së Jehovës Mesisë. Po përveç kësaj, falenderoj të gjithë anëtarët e komunitetit shqiptar të Michiganit dhe menxher për arsye se pa ndihmën e tyre, pa sponsorimin e ndihmët financiare të cilët na e bajnë Jehovës Mesisë, por edhe ajo mbështetja morale, asnjë sukses ynë nuk do realizohet, për arsye se ne dimë se të gjitha organizatat jetojnë dhe veprojnë përmes të ndihmës dhe mbështetjes komunitetit shqiptar kudo që jashtë. falenderoj shumë për mesazhin dhe dua dhe personalisht falenderoj çdo pjesëtar të komunitetit që ishte këtu me ne sonte. Do të fokusoj vetëm tek këta sepse vetëm prej tyre kjo bëhet e mundur dhe vetëm prej komunitetit tonë këtu mund të bëjmë gjithçka të mundur. Nëse komuniteti shqiptar do të bashkohet dhe do t'i kërkojë këto gjëra, gjithçka bëhet e mundur. Atëherë ishte kjo intervistë nga Albanian Community TV me kryetarin e shoqatës Jona Emalsis, nga unë Tedi Mende. Faleminderit dhe natën e mirë. Atëherë ky ishte edhe eventi i festës flamurit për fëmijë nga shoqata Jona Emalsis, gjithçka shkoi perfekt, një mbrëmje e mrekullueshme, atmosfera ishte e paparë, salla ishte plot dhe për mendimin tim ishte një nga eventet më të bukura që është bërë për fëmijët në komunitetin shqiptar të Michiganit. Ju falenderojmë shumë që na ndoqët në Albanian Community TV, nga unë Tedi Mene. Natën e mirë.